Greqia po përgatitet të rifillojë punimet për ndërlidhjen e saj të energjisë elektrike në ujore me Çiprin, ndërlidhësin e Maltëdetit në ujërat në lindje të Kasos dhe Karpathos. Në çdo në lëvizje, procesi për lëshimin e njoftimi zyrtar detar. Navtex, i cili do të detajojë koordinatat të kornizën kohore të aktivitetet të planifikuara, duhet së pari të miratohet nga Ministria e Jashtme e Greqisë përpara se të lëshohet nga shërbimi hidrografik i Marinës Helenike. Nëse procedurat përparojnë siç është planifikuar, pritet që punimet të fillojnë deri në fund të javës së ardhshme. Autoritetet greke po monitorojnë nga afër situatën, veçanërisht çdo reagim të mundshëm nga Turqia, e cila ka shprehur më parë kundërshtimin ndaj projektit. Forcat greke të mbrojtjes thuhet se kanë hartuar plane për të mbrojtur operacionet në rast të ndërhyrjes. Vazhdojnë bisedimet diplomatike mes Greqisë dhe Turqisë. Në margjinatat e një takimin të NATO-s në Bruksel, ministri i jashtëm grek dhe homologu i tij turk ranë dakord të shtyjnë një takim dypalësh tek Këshilli të Bashkëpunimit të nivelit të lartë deri pas Pashkëve. Ata caktuan gjithashtu takimin e tyre të ardhshëm në mesin e majit në një samit jo formal të NATO-s dhe caktuan një vizitë të një delegacioni biznesi grek në Stamboll. Athina dhe Ankaraja mbeten thellësisht të ndara rreth projektit. Greqia këmbgul se ndërlidhja e saj është një drejtë sovrane sipas ligjit ndërkombëtar detar, ndërsa Turqia pretendon se ajo cënon interesat e saj në mesdheun lindor. Ankaraja i është referuar më parë mosmarrëveshjes detare Turqi-Libi 2019 dhe kundërshtimet e mëparshme të paraqitura në OKB për të argumentuar se çdo aktivitet në zonën e kontestuar duhet të kërkojë miratimin turk. Tensionet mbi projektin në New York u ndezën korrikun e kaluar kur Turqia kritikoi operacionet greke. Athina, megjithatë, pohon se kabloja nuk kalon në ujërat e diskutueshme dhe se ligji ndërkombëtar nuk kërkon pëlqimin turk. Kanali diplomatik mes ministrit të jashtëm grek dhe atij turk ka mbetur aktiv, duke trajtuar si çështje rutinë dhe çështje të rrezikuara. Greqia mbetet e përkushtuar për të avancuar planet e saj energjetike pavarësisht qëndrimit të Turqisë.